Louise Ailey, fenomeni shkodran që vazhdon të mbajë gjallë vëmendjen e publikut me karizmën dhe humorin e tij të pakrahasueshëm, është bërë sërish epiqendra e rrjeteve sociale pas një reagimi që nuk mund të kalonte pa u vënë re. Këtë herë, në qendër të vëmendjes është një koment i tij ndaj një postimi të Kiarës, ku bukuroshja e ekranit shqiptar ka publikuar një seri fotosh nga performanca e saj e fundit për këtë sezon në Portokalli. E veshur me një fustan të zi elegant, me dantela që i theksonin linjat dhe finesën natyrale, Kiara është shfaqur si një yll që ndriçon skenën dhe rrjetin njëkohësisht. Në atë atmosferë klasike dhe moderne, me shkallët e bardha që i jepnin një pamje si prej filmi hollywoodian, ajo mbajti një qëndrim mbretëresh që s'mund të kalonte pa një reagim të fortë nga ndjekësit, e në veçanti nga bashkëshorti i saj, Louise. Me humorin që e karakterizon, ai komentoi: "Ba me të ardhë në varrim ishtu, unë isha çu të paktën edhe një herë." Ky koment, edhe pse me një nota ironie, shpërtheu në pëlqime dhe komente nga fansat që e konsideruan si një nga shprehjet më të veçanta të dashurisë që mund të thuhet publikisht. Ky çift, që tashmë konsiderohet një ndër më të dashurit nga publiku shqiptar, vazhdon të dëshmojë se dashuria mund të jetë e thellë, e sinqertë, por edhe e gërshetuar me të qeshura, me batuta që shkrin akujt dhe rutinës së përditshme. Fotot e Kiarës nuk ishin vetëm një paraqitje e bukurisë fizike, por edhe e arritjeve të saj profesionale në një sezon të suksesshëm në ekran. Dhe Louise, me një fjali të vetme, ja doli të tregoj edhe një herë se dashuria mes tyre është gjallë, është e fortë dhe mbi të gjitha, është reale. Reagimet nuk munguan, ku ndjekësit i quajtën ata çifti i vitit, dashuria që frymëzon dhe shkëndija që s'fiket kurrë. Me këtë koment, Louise tregoi se nuk i duhet shumë për të fituar vëmendjen, mjafton një frazë e thjeshtë, një ndjesë e vërtetë dhe një ndriçim që vetëm dashuria e sinqertë mund të japë. Dhe Kiara? Ajo mbetet një ikonë e stilit, e përkushtimit profesional dhe një simbol i një gruaje që e ndriçon çdo hapësirë ku shfaqet, qoftë në skenë apo në zemrën e Louise.